Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akojmë vetëm Allah subhanahu, atë e losë dhe ati përgjërohem që të lavdroj dhe të aplikoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjëra. E kena përmenë edhe në ligjëratat e mëparshme disa herë faktin që morali, sjellja, virtytet kanë shumë ndërvarshmëri me njëra tjetrën. Domethënë e hub një cilësi, i bie që mundesh me hub edhe 3-4. E fiton një, i bie që i fiton edhe 3-4. Cilësinë që kena me tragu sot inshallah, me një farforme është një prej cilësive që nëse e vërteton që e ki, ose e vërteton tek tjetri që e ka, po folmi për cilësi të mirë, me gjas mundesh me prit ose me konstatu që një pjesë të madhe të cilësive të mira i ka. Me gjas, domethënë është problem më kon dikush shumë i virtytshëm, që këtë cilësi, e në tjera të shumë i keq, ose në tjera të shumë larg. Gjasat janë domosdoshmë, jo që nuk ka situata, mirë po, ekzistojë është realiteti. Ndaj është shumë e rëndësishme e kuptuar. Pjesërisht na këtë virtyt e kemi trajtuar, pjesërisht. Kur e kena trajtuar virtytin e ithar, kujtohet, vetmuhimi edhe dhënia përparësi tjetrit. Ka qenë fillim të vargut ligjata, kur e kena filluar para shumë javësh. E rëndësishme. Sot e kena pak më gjanë, jo vetëm vetmuhimin edhe dhënien përparësi tjetrit, po dohon komplet, dohon konceptin. Sot inshallah kena me fol për bujarin edhe zemërgjënsi. Bujarin edhe zemërgjënsi. Shkaku i kohës, kisha pas dëshirë ndoshta për secilit me morën që kupton konceptin e bujarisë, po shkaku i kohës po shkoj direkt në pyetje edhe në përgjigje. Edhe pastaj zbërthejmë bashkërisht inshallah pyetjen edhe përgjigje me lejnë Allah subhanahu wa taala. Pyetja e parë thotë, çka është bujaria? Çka është bujaria? Besoj sepse le juve e ka ndoshta në mendje një ide çka është bujaria, apo? Po mirë tash me kop si definicion që me pas tutje inshallah si renditje. Përgjigje, bujaria është vetia e njeriut dordhën e zemërgjër. Vetia e njeriut dordhën e zemërgjër. Që me hije e rend, që me hije e me rend, që me hije e me rend, jep e u bën mirë të tjerëve. Jep e u bën mirë të tjerëve pa kompenzim. Pa kompenzim. Bujaria është vetia e njeriut dordhën e zemërgjër, që me hije e me rend, jep e u bën mirë të tjerëve pa kompenzim. A është e qartë? A e morë me zbërthejmë? Domethënë, bujaria është vetia e njeriut dordhën. Domethënë, parimisht si veti ka të bëjë me zemërgjënsinë e cila tregohet nëpërmjet dhënjes. Domethënë, jep që kjo është si veti. Domethënë, bujaria është edhe kur njerëzit kushton vëmendje, bujaria është edhe kur njerëzit kushton kohë, apo bujaria si cilësi, për më kon ti një bujar, fillimisht do të më pa në dorë, në dordhënie. E dyta, zemërgjër. Pse do të më potencu zemërgjër? Kuptimin që për shembull a kish mjaftuar mos më përmendni fjalën zemërgjër, më thon veç bujari. Arsyeja pse do të më përmendin zemërgjën, se nuk kena të fol për atë dhënën që bëhet me zor. Ndonjëherë për shembull ti e shet i kanë në situatë, edhe them, atë krejt për shembull, do më bëni një dhuratë dikujt, edhe krejt bashkëpunojmë, japmi kaq euro për shembull, edhe ja bëmi një dhuratë një shokit tonë. Ti nëse jep pse krejt dhan, kjo nuk ka bujari. Kjo thjesht ki bën mirë. Bujaria është kur ti jep me zemërgjënsi, domethënë nuk je që po bësh keq, po nihesh keq pse po do të më dhon. A është e qartë? Pra që do të më nënvizu zemërgjën që e bën me shpirt, e bën me shumë qef, e bën me shumë zemër gjon. Pastaj me hije e me rend. Pse do të më potencu Jusuf çka? Me hije e me rend. Se nuk e jep qysh me thonë çfarë do forme. Okej. E jep qysh Ka hije. qysh i ka hije. Për shembull dikun me bën me dhon me një formë ndoshta e nënçmon ata. A është e qartë? Ose xhetiu për shembull ndoshta me bën me dhon nuk është e hishme, se mundesh me dhon mesazh të keq, apo? Me hije me rend i bie. Ti e di rrenin e fejas çush do të më dhon. E di rrenin e fejas ku na mi dhon. E di rrenin e kulturës cilës ti takon, çush është e hishme dikujt më bën një dhuratë, çush është e hishme dikujt më don ndihmë e kështu me radhë. Ose për shembull ti do më kon bujar me dikana, mo ti e di se ai atë çka ti ja jep mund të më shfryzu për haram. Për shembull të vjen një shok, edhe ti e di që ai konsumon diçka haram. Edhe të lyp. Edhe thot, po ti musliman, ti bujarje, nuk do të më nguru më dhon, apo? Po jo, nuk ka më rënd me të dhon ty aty shkon konsumon diçka ndalume.
A është e qartë? Domthon me hije me rend i bie që e respekton ti nifareni derisa tregosh bujar. Nuk i imon mëkat, nuk e bën ndonjë gjë që ti nuk ti dalësh keq tek të tjerë të kështu me radhë. Pastaj jep e u bën mirë të tjerëve. Domthon dhënje, po edhe forma të tjera të mirëbërjes. Për shembull, ndoshta bujari për ty mund të mos mukon fjala bie për shembull me dhon. Bujari ndoshta dikun për ty mund të mukonin me shfryzuar njerëz autoritetin tan me kry punë. Ka bëu Allahu Azza wa Jall për shembull, ti ki pesh shumë të dostat e tu të shoqënia jote apo ose dikush e ka një problem, ti ndërhyn ndërmjetson edhe kryet puna. Në këtë rast kjo është bujari, se atë autoritetin tan ti po e me zemër gjansi po e lë mu shfrytzu për diçka të mirë për, domethënë për dikë, edhe e fundit pa kompenzim. Çka i bie kjo pa kompenzim? Ki përgjigje? Ke pa kompenzim i vjen që kur e bën një të mirë, domethënë ai nuk pret që ai ja kthy domethënë. Bravo. Domethënë, nëse e bën me pritje të kompenzimit nuk ka më kjo bujari. Është ki bë mirë, elhamdulillah, ama nuk ka bujari. Bujari është e harron. Bujaria nuk e prit, ajo të kthehet se Allahu çashtu është. Allahu është më bujar se ti. Ti tregosh zamorxhan dikun, Allahu tregohet bujar me ty. Ta kthen edhe 10 fish. Ama ti kur bën mirë, nuk e bën me kompenzim. Për shembull, fjala bie ti shkon në shkollë, edhe ki të holla ndoshta sa për vetë edhe për një tjetër. Ai shoku jot për shembull ka harruar mirë. Edhe ti e qaros atë ditë për shembull, apo? Qerasja jote që ti e bën. Domthon, për mu kon bujari, nuk duhet nesër të më thon kthemi shat domethënë shat bona mirë dje. Ajo më është borxh, nuk është më bujari. Bujari është bile ndoshta kur edhe prej kështu, nëse kom prit pitë ti më thonon po ti kthej lekët e dieshit. Te di që unë elhamdulillah jam zamorxhan. E kuptot? Bujaria është ku nuk prit domethënë kompenzim. Tash, cila është bujaria më e lartë? Bujaria më e lartë është kur ti u bën mirë tjerëve pa e prit kërkesën e tyre. Kanë për shembull ti tregosh bujar, ama prit ai me të kërku diçka, prit ai me ta qel temën. Prit ai domethënë me ta parashtu kërkesën. Kjo është bujari mirë, por nuk është më e mira. Cila është më e mira? Ku ti nuk e prit hiç. Domethënë ti në sy e lezon që ndoshta është mirë m'ia bëni nerv këtij. Është mirë m'ia kryeni punë. Është mirë domethënë m'ia dhoni një dhuratë. Është mirë për shembull m'ia kryeni një gojle, një dert, domethënë çka ka. Kur nuk e prit kërkesën, kjo është bujaria më e madhe. Ndërkaq, alo më e lartë është ajo që kemi trajtuar në ligjrat e Itharit, te vetmuhimi ku ndoshta e ledha vetën keq, ç'është bujari i madh. E ledha vetën keq, vetëm mos mënoni dosni të afërm diçka që ti e ke çmuar edhe shtrenjt, ku ti do me shpërfaq bujarinë tonë, cilësinë tonë prej, domethënë prej bujarit. Ndaj është shumë e rëndësishme me e kuptuar çështjen e pasunisë. Çështjen e mundësive, çështjen e veçorive që i ki. Allahu të ka bërë të veçantë për diçka, të ka dhënë më shumë, ose të ka begatuar me pasuri, ose Allahu të ka begatuar me autoritet, ose Allahu të ka begatuar për shembull me peshë shoqërore, ose për shembull ki bëni famë që ndoshta shumë punë ti kryen të armën inshallah, ose ki shumë lidhje e kështu me radhë. Krejt mundësi çka ti ka dhënë Allahu është mirë me i menu në bazë të çti hadithi tash kam citu. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Abu Dharrit, thotë ko marr një herë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kom gjetën Rasulullahi tonet në hije te hija e Çabës. Edhe tha kom dëgju duke thënë humul akhsaruna wa rabbil Kaaba. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasha Zotin e Çabës. Pasha Zotin e Çabës, pasha Allah. Ata janë të humburit. Edhe tha përsëriti disa herë pejgamberi, ata janë të humburit. Edhe Abu Dharr u çudit, ja Rasulullah, kush janë çeta të humburit? Për kanë ki fjalën. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë al-aktharuna amwalan illa men qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Ka thonë janë ata të cilët kanë më shumti, ata janë më të humburit. Kush ka më shumti, pasuri, janë më të humburit përveç ata që japin. Dhe ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me dorë. Domethënë, nuk je më i arriri nëse ki. Je më i arriri nëse ki edhe jep. Nëse ki edhe ki rreth. Nëse ki edhe ki bësh shumë miq. Nëse ki edhe ki bësh shumë shok. Nëse ki edhe shumë kush domethënë e ka një respekt të shtuar për ty, shkaku i bujarisë tonë. Domthon ti je i arrir me pasje, me kamje, me pasuni, kur që kjo u prodhu edhe në bujari. Është e qartë? Domethënë, Allah Azza wa Jall njerëzit i ka dallu, dikush ka më shumë, dikush ka më pak. Po vlera e njerit nuk është e pasmja, po kur ka edhe e kthen bujari. Se ka njerëz nuk kanë shumë, po janë bujar. Është e qartë? Për shembull, nëse fjala bie dy vet janë, njëri ka shumë, po s'është bujar. Edhe njëri ka mesatarisht ose ka pak, ama shumë bujar. Kush ka më shumë peshë në shoqni? Ky është bujar. Kush është më i pasur në këtë rast?
njëri që ka njerëz, a njëri që ka vetëm. Njëri që ka njerëz është më i pasur. A është qartë? E kjo domethënë ka të bëjë edhe në botë kuptimet e feje, se njëri shka jep me një farforme e kput lidhjen e zemrës me pasurinë. Se tu mos dhon, tu e mojtësh për veti, lidhet keq zemra me atë çka e ki. Edhe pastaj me dhon, duke sikur se pe jep një pjesë tonën, edhe bosh keq. Edhe nuk je i lumtur, edhe pastaj madje edhe mundet me të kalu kjo pastaj në obsesion, mundet me të kalu në vezvese, mundet me të kalu pastaj ndoshta edhe në vujtje. Kështu që kush janë njerëzit më fatlum, janë ata të cilët kanë dhe janë bujar. Jo vetëm ata të cilët kanë. Se këta që është kanë, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këta janë të humbur. Kush po thot kështu? Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wallahi pasha Zotin e çabës këta janë të humbur. Përpos nëse japin. Nëse, domethënë janë bujar. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështoj ka edukue shokët e vet. Edhe na, nëse pretendojmë me shku udhës tyne, do të më kanëm të këtij. Mu koncentru, mu bën njerëz bujar. Për shembull, e shohim muslimin për Abu Sa'id al-Khudriut, thotë njerë kemi qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në udhtim. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka po që njëri prej sahabëve po kshyrë në djathtë të majt. Sikur se i mungon diçka. Ka pas një gjendje mangësie, i ka mungu diçka në udhtim. Është normal me të mungu diçka në udhtim, apo? Për shembull, me të mungu diçka në qytet, ndoshta e bën çarën, del edhe e blen. Amë në udhtim, mundet ndoshta edhe mos me pas mundësi, ndoshta edhe i ki të hollat, por nuk e ki mundësinë ku me kry çat çka u të mungu. Edhe kur e ka vëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ky po kshir diçka, i thot shokëve të vet, thot kush ka më shumë vend në kafshën e tij, ti bëj vend shokut vet i cili ato ecën kom. Kush i ka dy kafshë, i jep një kafshë tjetër, domethënë mjet transporti shokut vet. Kush ka pak më shumë ushqim, te pricën e t'i japë shokut vet. Kush ka ujë pak më shumë, t'i japë shokut vet. Thot Abu Sa'id al-Khudri, thot derin sa thaj përmeni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë të mira, shumë pasuri, shumë forma të pasurisë. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Dhe sa na u mush menja që asnjëri s'kena drejt te e jona nëse ajo te pric. Te pricën duhet me do me tjerë. Te pricën duhet me do me tjerë. Domethënë, çashtu i ka edukuar që mu kon për njëri tjetrin. Mu kon zamërgjon me, domethënë me njëri tjetrin. Sigurisht, me një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e edukon edhe mëson Esmajen, i thot kështu. E shohim Buhariu Muslimi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Esmajës anfiqi, jep, banu zamërgjon, jep. Ka thonë wala tuhsi fa yuhsi Allahu alayki. Edhe mos i numëro të mira se tani Allahu t'i numëron. Mos i numëro të mirat se Allahu t'i numëron, thot wala tu'i fa yu'i Allahu alayki, edhe mos e mbyll enën e ushqimit veç për veti, po mos mendon se tani edhe Allahu t'i mbyll të mirat. Ç'kjo pjesë? Mos i numëro shka jep se tani edhe Allahu t'i numëron. Kush më shpjegon shkëpe? Hajde Omer? Si për shembull, ja numëron ti në çet botë dikujt të mirat, apo tani në ditë gjykimit kur më shumë ti të vjen çatu ti numëron edhe Okej, interpretim i bukur. Në interpretim tjetër? Hajde Yusuf. Për shembull, nëse jep dikujt në diçka dhe ja përmend për shembull, Okej. ja numëron raste tani edhe Allahu ta paksen ty që ato Ta pakon. Domethënë, mi kombinu të dy përgjigjet. Nëse ti i numëron, a di çka i bën me numëru? Me numëru i bën që janë pak. Për shembull, nëse ti ke shku me një vend pa numër, edhe vetë dikush sa herë ke shku në filan qytetin, se moj men, se në numëron, se ke shku shpesh. A nëse ke shku rrallë, apo? Çka i bën? Që mundesh me numëru, jam kon 3 herë në filan qytetin. E masi 3 herë ki shku, apo 3 herë ki bën mirë, 3 herë Allah të bën mirë. Se ti po i numëron. A më kur bësh bujar që e hup numrin, e hup numrimin, i bie që Allahu t'i jep të mira pa numër. A është qartë? Shembull, sa herë ki çarros shokët, ose sa herë i ki bë dhurat dikujt, sa herë ki bë çket mirë, sa herë ki nimu të varfrit nudhe, sa herë ki bë këtë, sa herë për shembull kacën e kursimeve ki çum dikon për hajër, apo? Ojo, se di, alhamdulillah, nuk e moj men sa herë. E qysh ti nuk e ma men sa herë, që ashtu pa herë, domethënë shumë herë, edhe pa numër herë, Allahu ka me të çut mira pikat se kujton ti. A kuptot? Edhe kjo kur i thot mos e mbyll enën se Allahu t'i mbyll të mirat, i ka bërdo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shprehje sikur më ia thjeshtësu. Domthon ti bosh koprac edhe e nol, nuk jep Allahu t'i nol të mirat. Se ti e meriton pastaj çështo. Por që banu zamërgjon, Allahu është më bujar me ty. Banu ti zamërgjon, Allahu është se ti nuk mundesh më bujar se Allahu. Domthon ti ke dhënë 100 herë, Allahu mos më ta kthy me të mirë herë, Allahu më mirë herë te këtë. Për arsye
një pikë kuptimi që kjo, do të thonë mos i numëro, mos ja premend dikujt, apo mos i numëroj bona 2-3, se kur i numëron, shpesh njerëzit di pse numërojnë diçka, se e shohin shumë. Do të thonë 2 herë kum bën, ai asnjëherë s'ma ka bën, çket të mirë për shembull. I bie që ti çato 2 herë ti po shumë të moja. Ai shon zemërxhon ai haron bileçe. E ban të mirë në gjundeti. Mos e qartë? Sa ai nuk i numëron sepse është zemërxhon. E zemërxhonin Allahu ndryshe e trajton. Njëri shoh zemërxhon, Allahu ndryshe e trajton. Ndaj është fat i madh, domethënë me qenë njëri bujar, sepse kush është bujar e ka një fat të përditshëm. Çfarë është ai fati i përditshëm? E shënon Imam Buhariu dhe Muslimi për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi." Çdo ditë që njerëzit e nisin, çdo ditë të re, çdo ditë të re që na e nismi në mëngjes. Thot illa malakan yanzilan. 2 engjëj zbresin prej qiellit. 2 engjëj zbresin prej qiellit. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Njëna prej 2 engjëjve thot: O Zot, kush jep sot, shtoja. Kush jep sot, kompenzoja. Çdo ditë lutet engjëlli për neve. Wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. O Zot, kush e nol dorën, nuk jep, engjëlli tjetër lutet, thot: O Zot, prish arenët. Prish arenët. Për shembull, ti ta zom kit kushtet i ki, kit mundësit i ki, ndoshta ata të kanë premtuar. Ndodh diçka do prishet arenjat, prishet qefiat, prishet planjat. Ndoshta me pas dhënë s'tu kish prish. Aty hin doane engjullit edhe me 1 euro për shembull. A është i qartë? Edhe me pak cent. Ose në tarmën kur të punoni inshallah edhe me shumë tjera. Po domethënë, me emenu që është nafak e përditshme, fat i përditshëm, me hin në doan e engjullit, i cili thot: O Zot, kush jep sot, domethënë ti kompenzoja. Domethënë nuk o të lutun kushdo, o të lutun një engjull që zbret prej, domethënë prej qiellit. Kështu që na duhet me pa që këtë punën e bujarisë si frytshmëri e madhe, ka shumë rezultat në jetë. Po du mi përmend disa për rezultateve që besoj në moshën që jeni është shumë mirë, qoftë kur dilin të mesme, sidomos që këtë parën që kam përmend, shumë e menu. Edhe tutjem e len Allah subhanahu wa taala. Abu Bekr radiallahu anhu ka thonë: El gjudu harisul a'rad. Thonë, kush është bujar? Bujaria e tij i bën roje nderit edhe emrit të tij. Bujaria e tij i bën roje nderit edhe emrit të tij. A di çfarë bëj? Për shembull, ti ki mu gjinë me një qytet tjetër, ose tash e kryeni fillorën dilnin të mesme në shkolla ndryshme. I ki bo mirë të dikujt. Ndoshta edhe se ki po 1 vjet atë. Dikush të përmend për keq, këtij që e ki bo mirë çohet për krathët. Jo, nuk është e vërtetë. Atë çfarë njeri mirë është ai. Ajo të bëj roje. Ti si ti nuk ti nuk jetë telefon mi thon, "Ko mor vesh se ti çaty kishë fol mirë për mua." Jo, ai të bën roje. Se i ki bo mirë. Ose, domethënë, nuk i shkon mendja njerëzve ndoshta me menu keq për ty shkaku i bujarisë tonë. Janë të shumë njerëzve të cilët ju ki bë mirë. Dikujt ja ke dhënë lëmosh, dikujt ja ke dhënë ndihmë, dikujt ja ke kryer një punë, dikujt i ke dhënë dhuratë, apo janë të shumt. Çeta njerëz e shumt, në parim, nëse janë njerëz me natyrshmëri të pastër, këta nuk mendojnë keq për ty. Apo kush ta ban atë argatin e erojës? Argatin e erojës ta ban bujaria jote. Domethënë, kjo që ti ke dhënë dikujt, kjo që i ke bë mirë dikujt, e lund që këtë rol që njerëzit domosdoshmë mos me pas mendim të keq për ty. E ka edhe një kuptim tjetër. Bujaria ta ruan nderin, ta ruan emrin, se ti kur bëhesh bujar del zani mirë. Kur del zani mirë, ti tani do shmërujt mos mi bë do punë të këqija pastaj, se e prish. Është qartë? Ndoshta shembull mundosh me bën një gest, shumë ka dorë zonë që unë jam bujar, unë s'bën me bë çket. E kuptuat? Çka ka dash me thonë Abu Bekr radhiyallahu anhu. Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ka thonë kësaj. Thot Allahu subhanahu wa taala disa krijesa të tij, disa njerëz i ka bënë që mu kanë shërbim të njerëzve. I ka bënë që mu kanë shërbim të njerëzve. Çashtu Allahu ta bë jetën, shumë punë shkojnë ka ti. Apo? Domethënë non stop kushtimisht thon, kimë pas thirrje për njerëzve. Kyma që këtë punë, apo shkojmë që të bashkë, me shku me ty kryet puna, apo? Ti mundesh me thonë, ose ata që shoqëtojnë me ty, pse be këtë me ty me shku? Allahu do njerëz që shtu i ka bo. Allahu do njerëz që shtu i ka bo. Shumë punë të hajrit bënë për një tyne. Me bo me na bo Allahu, kjo Fatima. Thot, do njerëz, Allahu i ka bo shumë punë kryen në përmjet tyne. Thot, këta njerëz, nga një momentje, thot, bujarin e shofin lavdi, e mirëbërjen e shofin pasurim.
Mu kon bujar e konsiderojnë diçka të lavdishme, bëhet njëri madh. Edhe mi bë mirë njerëzve e konsiderojnë pasurim, jo domthon varfënim. E konsiderojnë që vetë çka pasurohet sepse alhamdulillah ka shumë shpërblime, alhamdulillah e ka ndihmën Allahu subhanahu wa taala, e ka kompenzimin për Allahut, po edhe ka frytën këtë dynjë. E ka respektin e njerëzve, e ka autoritetin tek njerëz, i ka pastaj shumë dyrë të hapura të cilat domthon realisht i ka zgjedhur. Çi bie prej frytshmërisë së bujarisë është që ti mo je i veçantë. Nuk je si krejt njerëz. Apo krejt njerëz këshyrin veç matematikën e vet me ndreq, ti je tjetër. Pse je tjetër? Sepse je i veçantë. Ka thonën Dhannun el-Masri, thot tri shenja janë shenja të lumturisë. Me pa a je i lumtur apo si je i lumtur. A je të shku drejt jetës së lumtur apo jo? Thot shenja e parë është që sa herë që të shtohet ymri, sa herë që ban vjet, ty më tu pakue lakmia. Për shembull kur e kon klas 6, i ki pas do lakmi të kota. Kur ki don klas 8, klas 9, tu kanë shujt ato. Mos çuditësh vet pse ki këmbgul çat shumë për një kërkesë. Pse? Se jeta të ban, apo që do lakmi të kota, lakmi pa lidhje, domthon mi anulu, domthon me i shmang. Çi i bie, a je i lumtur këtë jetë? Shife, tu bë vjet, atë pakohet lakmia. Nëse tu bë vjet, shtohet lakmia, atë nuk je i lumtur. Se njëri që i shtohet lakmia me vite, ai veç shkon duke u thyer në zemër. Se veç i shtohen kërkesa të cilat nuk realizohen, se jeta është e kufizuar. Se shumë shka jetë nuk ka të bëjë me të pasmën. Do sene nuk arrin se çashtu është jeta. Jeta është e kufizuar. A e kuptut? Thot shenja e parë që jetu i lumtur është se sa herë që po të shtohet ymri, sa më shumë që po bën vite, po të pakohet lakmia. E dyta thot shenja e lumturisë është që sa herë që të shtohet pasuria, më të shtohet bujaria. Sa herë që të shtohet pasuria, më të shtohet bujaria. Nëse të shtohet pasuria, nuk të shtohet bujaria, atë nuk je i lumtur. Të shtohet pasuria, nuk të shtohet bujaria, nuk je i lumtur. Edhe thot sa herë që të shtohet vlera edhe autoriteti, më të shtohet modestia. Jo ki bo emër, ki bo autoritet, mu bo mendim madh. Jo ki bo vlerë dhe ki bo emër, domethënë mu bo njeri paqasshëm, njeri shumë i ron, apo mirë po mu të shtue modestia. Kështu që çka kana fryti tjetër i bujarisë sipas kësaj fjale, është lumturia. Njeri që është bujar, është shumë i lumtur. Krasi Ibn Qayyim thotë, njeri i cili jep e ka gjoksi shumë të lirë. Njeri që nuk jep është shumë i ngushtë. Është domethënë shumë i ngushtë në zemër edhe në shpirt. I morëm dy pyetje që e afrojnë temën edhe pastaj kalojmë tek shembulltyra. Pyetja radhës thotë, çka tregon virtyti i bujarisë? Çka tregon virtyti i bujarisë? Apo kupton pyetjen Jusuf? Çka tregon virtyti i bujarisë? Çka e kam për qëllim me pyetjen? Cilat janë shenjat që i jep virtyti? Bravo. Domethënë, nëse e gjomi bujarin të një njeri, çka na tregon kjo? Për shembull, nëse e shohmi elegancën të një njeri, elegancën ose prestigjin. Prestigjit ti çfarë na tregon prafërsisht profesionin, na tregon, diçka na tregon apo? Nuk po jemi çu ka mbërrit, çu se ka mbërrit. Çka na tregon? Domethënë, nëse ti e ki për shembull një shok bujar ose e ki prindin bujar, ose e ki për shembull një antar të familjes bujar. Kjo që është bujar, çka të lë me nën kuptu? Çka të lë me nën kuptu? E para, virtyti i bujarisë tregon bindjen e robit në Allahun e Madhreshëm. Bindjen e robit në Allahun e Madhreshëm. Virtyti i bujarisë tregon bindjen e robit në Allahun e Madhreshëm. Tregon virtytshmërinë e tij të rrallë, dhe ambicien e lartë. A e shpjegojmë bashkë? Domethënë, kur e sheh një njeri që jep shumë bujar, apo tankon ka qef me bo mirë, shumë zemërgjon, kjo tregon bindjen e fortë që e ka në Allahun. Qysh? Kush ma shpjegon? Ku lidhet bujaria me bindjen e fortë në Allahun? Po për shembull, nëse ti jep, domethënë ti i bindur që Allah ka vënë ty edhe më shumë. Bravo. Domethënë, kur e sheh një njeri që ka bujari, kjo shumë tregon që ai domethënë është shumë i sigurt në Allahun. Se ka këtë punë me dyshim. Është qartë? Kjo është e para. E dyta tregon virtytshmërinë e tij të rrallë. Çka shejbe? Kjo i bëhet që ky njeri përgjithësi është shumë i moralshëm, përgjithësi është shumë i sjellshëm, përgjithësi është shumë i vërtetshëm, se njerëzit zemërgjon janë çështu. Për shembull, njeri që ka qef shumë të bëhet mirë, a prit shembull që ka me të ofendu? Pse prit se thonë, na, përderisa ky është kaq bujar, ky sigurisht është shumë i sjellshëm, por shumë është i dhënt, shumë është i kulturuar, shumë është i edukuar. E kuptot? Domthonë, kur e sheh bujarinë te dikush, e nënkupton që njeri shumë i vërtetshëm. Edhe e treta, e kupton që ka shumë ambicie të larta.
Çfarë që kjo? Do të thonë, e kupton që ka ambicie të larta se njeri i cili jep nëpërmjet dhënjes, si cilësi, bujarisë, zemërgjasnisë, e kupton që ai për shembull fjala bie shpeson shumë të shpërblimi i Allahut, ka synime me fitu shumë në xhenet, synon me pas shumë dikim tek njerëzit, ka qef me pas emër të mirë, apo arsye të ndryshme, nuk po du me potencu domosdoshmërinë cila çndron cila jo, mirë po esenca me kuptuar që ky nuk është njeri që thjesht ta këshyr jetën teme, ta bëj një jetë, apo sa ai thotë nuk du me pas vlerë, nuk du me pas shpërblime, nuk du me pas shkollë, ai nuk është njeri ambicioz. Kush është ambicioz? Njeri i cili është domethënë zemërgjan. Pyetja tjetër thotë, çka e pengon më së shumti? Çka e pengon më së shumti fitimin e virtytit të bujarisë? Çka të bën për shembull më thonë, jo, s'po du mu bë bujar, po du mu bë vetjak. Mendjemallësia. Tjetër. Xhelozia. Okej. Syfatësia. Këtë smujët e zemrës. Okej. Çka e pengon më së shumti fitimin e virtytit të bujarisë? Përgjigje. Fitimin e virtytit të bujarisë e pengon dashuria e tepërt për pasurinë. Dashuria e tepërt për pasurinë. Për shembull, ti tan muin ki fitu, ki punu për me fitu, apo? Ose nesër e ki bani projekt i cili është shumë fitimprurës për ty. Edhe e lidh shumë ti me atë pasuni. Nuk të jipët. A është e qartë? I bie që jetë e dasht më shumë se sa dasht. Jetë e dasht më shumë se sa duhet. A është e qartë? E para arsye pse njerëzit nuk janë bujar, është domethënë dashuria e tepërt për pasurinë. E dyta, mentaliteti prej kopraci. Çashtu mentalitetin e ka. Është koprac në mentalitet. Për shembull, çish mund është, ndoshta pim fëmini. Ndoshta prej në sofrën ose në tryezën e bukës, me motrën e vet, me vllajën e vet, është koprac. E morë pjesën time, mos e prek pjesën time, apo koprac, nuk do me bë me shpërnda me të tjerët. Mentalitetin e ka çashtu. Ose shembull fjala bie, ndoshta e shënin nxënës që ka harru ose ju ka thy lapsi, ju ka prish ose ka harru gomën. Ndoshta i ka 2-3, nuk e ka mentalitetin që jepje se s'bëhet beti. Është qartë? E ka mentalitetin prej, domethënë kopraci. E treta është mendimi i dobët për Allahun. Mendimi i dobët. Ky ka mendim të mirë për Allahun, ama nuk e ka ç'është duhet. Se me pas mendimin ç'është duhet, i shkon më bujar. Edhe e fundit është harrimi i frytshmërisë dhe shpërblimeve. Domethënë, nëse ti je bujar, e di se çfarë vlerë kije, çfarë rrethi kije, çfarë ndikimi kije, mbi gjitha çfarë shpërblimi kije tek Allahu subhanahu wa taala. Çish mund të fal mëkate, çish mundesh me fitu në xhenet. I harron çto. Edhe pastaj vetëm mot me numra. I mora që kaq, i harxova që kaq. I mora kaq, i harxova kaq. Më duan edhe kaq për me bë kët, për me blejat. Pastaj domthon e harron frytshmërinë edhe domethënën shpërblimin. Shembulltyra edhe me këtë po e përmbyllim. Abdullah ibn Abasi, na kena shembulltyrën e kujt të trajtuar këtë varg gjatash? Sahabët, apo? Patjetër duhet me gjetën shembulltyrën të sahabët. E kena të Ibrahimi alayhis salam te pejgamberi të kështu me radhë, mirë po shkaku i kohës kena më koncentruar vetëm tek domethënë sahabët. Abdullah ibn Abasi thotë kështu. Thotë mu më vjen turp. Abdullah ibn Abasi thotë, mu më vjen turp, më vjen marrë, me nej dikush me mu 3 herë, edhe mos me pa e bujarin time. Shumë dikush 3 herë ka nejt me ty, edhe nuk e kujton që ti ja ki bën të mirë, ose ki qeras me diçka, ose ja ki dhënë një dhuratë, ose i ki bën diçka mirë. Thotë mu më vjen marrë, për shembull thon dikush 3 herë jam taku me Abdullah ibn Abbasin. Edhe mos më përmend për shembull që ma ka bë çket nerë. Ma ka bë çket mirë. Është qartë? Imagjino domthon ku ka shku niveli? Imagjino për shembull me ne dikush me vite me ty edhe kur mos po ta pa hajri. Domthon që nuk ka cilësia e bujarisë që do të më pasën muslimani. Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu u kom prej sahabëve që ka pas shumë të hyra të mira vjetore. Ka pasën shumë të hyra të mira vjetore, Abdullah ibn Umeri. Sa ka pasën të hyra të mira, do të thonë ka shumë detaje për të hyrat e Abdullah ibn Umerit. Do të thonë sa rob ka pasë, sa i ka liru, derisa ka disa transmetime deri 1000 rob i ka liru. Çaq shumë ka pas pasuni. Më po thuhet ka pas situata kur i kanë ardhur të hyrat e tij vjetore, që i ka pas prej punëve të veta, angazhimeve të veta, ato përcaktimet që i ka pas shteti për disa prej sahabëve kështu me radhë. Thot i ka marrë në mëngjes të hyrat e tij, që kanë qenë shumë të mëdha. Ndërkaq mbrëmje e kanë pa Abdullah ibn Umerin të morë veresin treg. Ka shku me ble diçka për veti? S'ka pas. I ka thonë shkruje borxh, masanina të paguaj. Çish është e mundur kjo? Çash domethënë u kon bujar,
Sa që domethënë, a lë mbrëmje nuk e ka zonë, dikujt ja ka lënë një borxh, dikujt ja ka dhënë një borxh, dikujt ja ka kryer një punë, dikujt ja ka dhënë një dhuratë, dikujt një diçka. Çfarë është domethënë kon zemërgjon, sa që kur ka ardhur nota, për veti ka shku domethënë me mor borxh për diçka që ka dashur domethënë për shtëpia vet. Kto janë shembulltyra jashtëzakonisht nota. Ose dini shembulltyrën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, hadithin e njohur që shënon Abu Davudi, shehuni thotë hadithi është Hasan, për Omerit radhiyallahu anhu, kur Omeri ka thonë sot do ne kom ja kalue Abu Bekrit. E dini anë ngjarjen. Se gjithherë Abu Bekri koni pari në bujari. Kur su kon ma zemërgjon edhe ma dordhanën se sa Abu Bekri. Edhe thot kom shkue edhe kom dhon gjysmën e pasurisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për projektet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për të varfrit që kanë ardhur, i kanë kërkuar, domethënë ndihmë, domethënë edhe lëmosh kanë kërkuar tek udhëheqja që ka udhëheq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qytetin e Medinës së kësaj. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur Omerin, ka thonë sa kilon të shtëpia, thonë çat sa kompru çash komplon të shtëpia, që i bie gjysmën e pasurisë. E pastaj ka ardhur Abu Bekri dhe ka sjell pasurinë që ka sjell. E pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ki sjell? Ka thonë kredi kompru. Çka kom pas kredi kompru. Çka kilon të shtëpia, ka thonë ja kom lënë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja kom lënë besimin, kështu që Allahu neve prap na sjell. Për arsye prap domthonë sërish Abu Bekri radhiyallahu anhu u kon prej sahabëve më të pasur. Se Allahu subhanahu wa taala është më bujor se sa njeriu. Ti të tregosh çka është bujor, Allahu patjetër edhe pa shmangshëm, padyshim ka më treguar edhe, domethënë edhe më bujor. Është shumë e rëndësishme me investuar në veçelin, edhe në hershmëri dhe në rininë e juve në këtë cilësi, për arsye se shumë kapituj tjetës kanë më shku goxha mirë, jashtëzakonisht kanë më shku mirë, domethënë kur të bënu krye familjar, kur të bënu prindër, kur të bënu në të ardhmen inshallah si përmarrës, kur ti trashëgoni ndoshta në të ardhmen edhe shumë projekte të prindve kështu me radhë, shumë shka ka më shku mirë te jo, nëse e ushqeni prej tash domthonjë cilësinë e bujarisë atë zemërgjënsisë. Elusi Allah subhanahu wa taala me na bëtë të tillë. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.